pjesës fundit pyetje si thoj Elen Faj në LDK-s dhe PDK-s. Në fakt, kjo ka qenë strategjia e Zotit Kurti që prej 9 shkurtit të zgjedhjeve të vitit 2025 e deri më sot. Do thonë, është gjithmonë ka kriju situata për me lënë fajtor opozitën, edhe në fund pastaj me shkon zgjedhje edhe prap me eventualisht me mujt me rrit përqindjen e tij. Kështu që unë mendoj që kjo është pjesë e skenarit Zotit Kurti. Ai nuk është të hup kurrë personalisht ose partia e tij, në fakt do ta gjitha sot i ka gjitha institucionet në dorë, ka dhe presidencën, për aq kohë sa ka drejt ushtruese detyrës me qenë kryetaria e kuvendit, e ka qeverinë, e ka kuvendin, kryetarin e kuvendit nëse, edhe i ka buxhetin. Kështu që për Zotin Kurti absolutisht nuk paraqet kurrë problemi me na qoftë, tash në zgjedhje edhe që shet përmendi vet prap, tash një ditë, dje apo pardje, që tha na muj me shkon zgjedhje prap diku në ka fundi vitit, muj me pas edhe një herë zgjedhje mas këtyne nëse mohan këtu. Kështu që ai po na tregon skenarin e tij. Që edhe si vjet e kemi një situatë, një krizë që kemi pas për 9 shkurtit, e besoj që kjo na përcjell deri në fund vitit. E për vitin e ardhshëm s'po muj me thonë kur gjë, s'po du me besu që mundet me vazhdu prap kjo situatë. Kështu që gjithë këtë kjo lojë është, më thash edhe një herë, është skenari Zotit Kurti, e ka në dorë me 51% ka mujt jo me i kry gjitha institucionet me i konstitu, po sot ka mujt mos më diskutu kjo punë fare, edhe me i pas në gjitha institucionet edhe vendi me ecë përpara, si në aspektin ekonomik, gjithashtu edhe në atë social, cilat të çdo ditë më shumë po shkojnë poshtë më poshtë. Kjo sa për opinion